Unë vi nga qyteti i Gramshit. Quhem Dylber Sazani, nga fshati Bratil, edhe jetoj këtu në Mëzes në Tiranë. Vjen çdo ditë nga Mëzesi? Edhe vi çdo ditë nga Mëzesi. Punojmë këtu me orkestrën se e kam pas profesor që në kohën e Enver Hoxhës, i kam rënë kësaj klarinete. Edhe e kam pas me qef, me dëshirë. Edhe vi, edhe këtu dal këtu me grupin. Si e fillove klarinetën? E fillova, më përpara e kam filluar, kam pas një fyrë, ku ish vogël fare, edhe shifsha llajin, shifsha ata tafrit e të tyre që i binde e fyllit, e mësova dhe fyllin. Pasaj kisha qef të i binja klarinetës. Pasaj vajta, bëra një 3 muaj kurs, edhe mësova pasaj vajta në ngrënë, bëra kursin, edhe që atëhere pasaj e vazhdova, dilja në përdasma, dilja në vatrën e kulturës ku ish. Atëhere, kooperativa, bëshim mramje me orkestër, dilshim. Me fjalë, kishe lezet. Tani ka lezet apo? Po tani, ja, ne vim dalim kështu, se unë i kam pas qef këtë kështu dhe dalim. Muzika është shpirt i njeriut. Për mua. Po. Ke bërë ndonjë profesion të dyti gjatë gjithë jetës tënde apo vetëm klarinet? Ta ka qenë burimi të ardhurave? Kjo ka qenë. Kjo ka qenë. Si është në krahasim me më përpara? Fitimi është i njëjtë apo tani është më pak? Ja, ka qenë ma mirë ma përpara. Po. Ti the që shkonit në përdasma. Ne shkoshim në përdasma, dasma të bëshin shumë të mira, të organizuara, të bukura, me valle popullore, me mjedha, bëshin shumë të bukura. Ishit një grup? Po, si ishit? Ishin një grup, po, kishin një grup, 3 veta ishin punoshin, pa ma... Dy të tjerët qa bënin? Dy të tjerët? Dy të tjerët, një me fizharmonik, unë me klarinet, një me fizharmonik, njëri me dalje. 3 ishin atë. Në çfarë qytete shkojet? Po, shkonja në për fshatrat. Ishin fshatrat, për shembull Moglic, Lenie, Skënderbegas, të gjithë fshatrat, preferin që ishin aty afër, shkonja. Kam shkuar deri afër Skrapari, Djerbës, Skrapari, kam qenë. E gjithë ato fshatrat ande kemi ngrëndas. Tani për shembull ju ftojnë juve në përdasma ose në përmarrjen e nuseve ditëve të diela? Po tani neve erdhën tu, do lojtëm që ande, edhe kemi artu tani këtu, nuk është s'para ka. Këtu si e ndani fitimin, se ju jeni 3 veta, e pjestoni fitimin? Po, i ndajnë 3, sa na bëjë, i ndajnë, aqë sa na ju. Mos keni ndonjë konflikt, ndonjë ditë mes të 3-ve, se 3 veta edhe mund të konfliktoheni? Ja, ne s'kemi pas. Jeni okej? S'kemi pas. Si jeni njohuri të 3? Tani jemi njohur, kush i bie David, kush i bie ashtu, se ne shokti kemi lënë atje, kupton? Sa o ikën kush në Itali, kush në Greqi, jemi shpërndarë, se kam grupin tim. Edhe punoj me të tjerë. Po. Nga këto. Ke fëmijë? Po, kam. Sa fëmijë ke? Kam 4 goca, 2 djemë. Çfarë mendojnë vajzat, djemt për faktin që ti i bie në rrugë, ndjek artin në rrugës? Janë pozitiva, apo thonë babi lodhesh? Çfarë thonë? Pa ato, thonë që lodhën mos dhirë se lodhesh. Ti e vazhdoj? Ne, mo e vazhdoj, tash, dheri sa të kem jetën do e vazhdoj. Muzikë. Dhe për shumë vite, do të thonë. Faleminderit.
si quheni? Unë quhem Alil Duka. Prej nga vini? Ne vim se gjini nga Shkodra. Nga Shkodra vim. Ky pasion që më ka lindër mu, që në boshën 16 vjeç jam marrë me këtë profesion. Hyna me një kurs frymar, me klarinet, aty, deri diku eca. Ja kom nën këtë zanat, ja kom edhe 2 qunëve që kam, punon në Francë, tjetri punon në Kosovë, aty me fjalë, po këtë zanat, këtë profesionjoni me gjithë tjetri me klarinet, po beshe vesh. Unë e kam pasion të, e kupton, nuk dalë sepse jam pa bukë. Jam të vujt për bukë. Që kam, me kam vetëm pasion, aty unë rrim pallat. Në pallat nuk mund të bëjajnë, të pasysh se një fjalë i zoj, ai ka probleme të veta dhe i krijoj stres. Unë dalë më shumë të ndalë vetëm për qejf. Po edhe këta nuk na kanë thënë gjallë ta një fjalë çan ta bashkisë kështu, kanë kalu, kur ka pas orari, ka pas mbledhje, ka pas shoj, kapton, na kanë thënë ndalojnë, kemi ndalu se shteti është shtet. Shteti ka ligje këtu, do t'i zbatosh ligjet. Edhe ne punojmë të dalim më shumë vetëm që për qejf. E kemi si pasion. Unë nuk jam magjenja për shembull që të dalë të kërkoj këtu parë dhe të hodh kusht lek. E kupton? Ke bërë ndonjë profesion tjetër ti gjatë gjithë jetës tënde apo vetëm me klarinetën? Unë vetëm me klarinet. Ke ndjekur dasma, heqe apo? Në kohën në Verogj, ka qenë në Verogja, pa flasim atë që kalojmë nga politika, po në kohën në Verogj, kena qenë shumë mirë, me thënë realitetin. Unë kam qenë shumë mirë. Po, jo se do të jam politika në dorë, ndjeka se ose nuk jam as komunist as so. Po, në kohën në Verogj, unë kam qenë shumë mirë. Me fjalë ka pas drejta më shumë, ka pas drejta, ka pas lezet, ka pas qetësi më shumë, ka pas spitalet ishin gati, edhe Dirama, shumë bukur. Dirama ka hecë, ka rregullu vendin, ka bëj shumë punë. Para sa një ka bëj punë, që mund ta besoj dikush e beston nesh, dikush nesh, për mua ka bëj punë. Nga rinia, për shembull, ju vlerësoni si muzikantë të rrugës apo shihni që nuk ju përfillin shumë? Jo, na kanë përfill, na kanë respektu, e kupton? Njerëzit nuk na kanë ofendu fare. Na kanë thënë bravo e qoftë, na kënaqen me këtë. Ka pas rast kanë kaluar që na thonë kanë puth durët e veta që të numse durët se na kënaqen me këtë melodi, me këtë pjesë. Na kanë kërkuar pjesë ndryshme, edhe i kemi përballuar me fjalë se desa kemi dalë tu, i detyrosh ti përgjigjesh tjetrit. Me sa mundësi që të kesh. Ata ka dalë kënaqëm. Nuk jemi të ofenduar fare. Ne ma shumë dalim vetëm për stres. Me kalu stres si moshë që jemi. Çfarë luani më shumë popullore? Luam popullore, pjesë greke, pjesë turke, pjesë sovjetike, italiane. I bëjmë ta pjesë në fjalë, edhe që dalin të kënaqen njerëzit. Edhe jemi të kënaqur pas arrim, ma shumë kalojmë stres. Jo që po dalë se unë jam pa lekë, dalë qesi lek, ja. Ma shumë të ndalë vetë me kalu i stres. Sa orë rrini këtu ju? Rrim 4 orë. Lodheni, ka vapa, shiu? Nuk e ngjëm lodhen, se e kemi pasion. Ditët me shi, s'ka shumë lëvizje, si dekfitimi, po. Për shi s'ka, për shi rrim shpine. Nuk ke ku një strehim tu. S'ke ku vend, që pas të pa të bat dikush që venet bashkë, edhe pa të streho dikush, jo. Kur është, si të një fjale vjetër.
Kjo zënat, thot, kur, për dimën, thot, për dimën, thot, për verë, thot, mirë, për dimën, thot, ikë se më zullë zjarëmin. Pare që njeriu është i gjoshe, ma shumë të këtu thash dhe jerë, dalën betëm që keni pasjant, nuk dalën për gjatë tjetër. Kalojmë i stres, se mu më ka vdekë edhe gruja, që dhe mos të që më ka vdekë gruja, kam stres shumë, ki pasysh që gruja jeta e njeriu, edhe ma shumë në harroja të stresin edhe me kaloj si. Gruaja ju përkrahte? Ishte krahu juaj në profesion? Po si, e kam kalu shumë mirë me grunë. Me grunë kam kalu mirë, jashtëzakonisht mirë kam kalu me grunë. Edhe kam pas i grutë për sosi. Ka pas për mu, ka pas vlera të mlaja. Shumë vlera të mlaja, se unë ata nuk kaloshen nga shtëpia ku di që gjirë në herë, pa e marrë në vete me dalë. Pa grunë, po të tushë ashti, e thonë se fjale vjetës jam si puna se Lundrës mbi uj, që e kalosh po, se libis sa ne kënena, edhe tu mbyt. Se po të vdiq gruja, thoje, po të vdiq plaka, ka vdek në faka, i thonë nga. Edhe ka që kisha, unë s'ka mua. Faleminderit. Faleminderit për te. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për video të tjera si kjo dhe aktivizoni notification që mos të humbisni asnjë nga videot e përditshme.